pra që e përthith atë çka merr, apo jo, profesor. Gjithsesi, procesi që çon drejt kësaj përgjigje rrallë vlerësohet, pyetjet pse dhe si mbeten në fakt si pyetje dytësore përballë pyetjes kryesore, a është apo jo e saktë? Lisila, ju keni hyrë në themel, në qendër kësaj çështje dhe më vjen mirë që keni parë këtë këndvështrim, keni kuptuar këtë artikull dhe materialet e tjera, dhe unë pikërisht flas për një model të ri. Nga studimi i thellë, unë i kam shkuar çështjes së arsimit, që ne pse kemi këto rezultate sot, i kam shkuar deri në rrënjë dhe ne kemi një model të vjetëruar pedagogjik, një paradigmë, quajmë të vjetëruar, e cila bazohet në riprodhimin. Dhe ky model i vjetër pedagogjik, informacionin e trajton si rezultat. Do me thonë, nxënësi vlerësohet nga besnikëria e riprodhimit të informacionit. Nxënësit i bëhet pyetja çfarë, por pse dhe si nuk vazhdon. Pikrisht kjo është piknisja ime që të ndërrojmë modelin, pasi ne kemi një kontradikt midis terminologjive të reja, fusim elemente të rinj, bëjmë politika, strategji e tjerë, por klasa mbetet po ajo. Klasa nuk ndryshon. Kemi një model të vjetruar dhe kjo është kontradikta dhe kjo po na mban peng. Modeli i vjetruar pedagogjik që bazohet mbi informacionin si rezultat. Tani, këtu futen të gjitha shkollat, të gjithë sistemi arsimor, pra ka tek të gjitha ka çalime? Shumë e drejtë. Unë problemin nuk e trajtoj fragmentar, por sistemi është në tërësi i gjithë sistemit. Megjithatë, këtu dua të veçoj. Ka mësues, individ që punojnë me përkushtim, që e trajtojnë ndryshe nxënësin në klasë, jashtë informacionit, nuk e shikojnë si rezultat, por si piknisje për të ndërtuar dije e tjerë, unë nuk po merrem me këta mësues, sepse ata duhen përgëzuar, që ka mësues të tillë që punojnë, por unë merrem me tërësinë, merrem me sistemin. Sistemi mbahet peng i një modeli të vjetruar që unë mund të trajtoj edhe më poshtë. E qartë, megjithatë, ja tek vjen dhe ju keni hartuar këtë manifest. Është quajtur si i tillë, do ta shpjegoni pas pak, kultura e të menduarit në shkollat shqiptare, manifest për arsimin. Pra, një hyrje e mirë që i bën pikërisht mbërritjes këtu. Tani, çfarë sjell ky manifest dhe sa shërben? Sa rezultativ është? Apo duhet jetë në fakt? Në radh parë, unë e mora nxitjen për këtë manifest duke parë gjendjen e sistemit. Dhe dua ta qartësoj për ju dhe publikun që na ndjek. Ky manifest nuk është akuzë e sistemit. Pra, ne mbetemi në konstatime, por unë shkoj për te konstatime në zgjidhje. Pra, unë bëj thirrje për një dialog të hapur, intelektual, të sinqert, të gjerë, për të kontribuar që të gjithë në përmirësimin e gjendjes së arsimit. Nuk bëj akuzë, për më tepër, manifesti nuk ofron receta të gatshme e tjerë zgjidhje teknike, por është vetëm thjesht një thirrje për dialog dhe unë shtroj disa nga pikpamjet e mia dhe unë nuk do t'i quaja fundore, nuk do t'i quaja përfundimtare, por për të hapur një dialog. Po, pa hyrë në detaje, çfarë përmban ky manifest? Sepse edhe po ta shohësh, është në faqet të pakta në numër. Çka do të thotë se mund të përthithet shpejt, mirë, dhe ajo çka më rëndësi është pjesa cilësore për tu përvetësuar? Në radh parë, unë merrem me një analizë të thellë të gjendjes së sistemit, duke zbuluar jo vetëm tmetat, por disa kontradikta evidente. Nga ana tjetër, unë bëj dhe analizën e politikave arsimore, të dokumenteve, të ndërhyrjeve që bëhen në sistem, dhe sikurse është titulli i manifestit, kultura të menduarit në shkollat shqiptare, unë e trajtoj gjatë gjithë manifestit çështjen e kulturës së të menduarit në një këndvështrim shumë më të gjerë për shkollën. Pra, shkolla jonë duhet t'i mësojë nxënësit si të mendojnë, dhe kjo është e manifestit. Nga ana tjetër, unë ofroj edhe një lloj mënyre angazhimi në nivel kombëtar në 5 shtylla kryesore, ku duhet bërë dhe ndërhyrja në sistem, mund të mos jenë këto vetëm, dhe pastaj për rolet, përgjegjësitë që duhet marrin të tjerët, dhe vendos dhe disa parakushte për plotësimin e këtyre elementeve që kërkojnë ndërhyrje sistemike në sistem për të ndërruar modelin pedagogjik. Dakor, ju flisni për sistem dhe për model pedagogjik, por duke nisur që nga cila moshë? Të gjitha moshat. Të gjitha moshat dhe moshat kanë karakteristikat e veta. Më lejoni ta shtjelloj shumë shkurt për publikun e gjerë. Modeli i vjetër pedagogjik bazohet në riprodhimin e informacionit. Njerëzimi,
pas periudhës agrare, deri më sot ka kaluar 4 revolucione industrial. Revolucioni i parë, makinat, revolucioni i dytë, automatizimi i makinave, revolucioni i tretë, kur shënohet lindja e internetit në vitet 70, është revolucioni i tretë industrial, dhe tani jemi në revolucionin e katërt në epokën digjitale. Pikërisht aty fillon dallimi midis epokës së revolucionit të dytë industrial dhe linjës së internetit, që quhet epoka e shpërthimit të informacionit dhe shoqëritë e internetit quhen shoqëri të dijes. Çfarë ndodh? Ne kemi një model të epokës së dytë të revolucionit industrial. Domethënë shkolla bazohet në informacion, se në atë kohë, pa pasur internetin, burimet e informacionit kanë qenë të kufizuara. Libri ka qenë ose burimi vetëm informacionit, ose në rastin më të mirë, ka qenë një nga burimet e informacionit, se ka pasur burime të tjera për të pakta. Dhe nxënësit në ato shkolla, në epokën e revolucionit të dytë industrial, përgatiteshin ose për të punuar punonjës në fabrika, uzina e tjerë, ose si burokrat të bindur të shtetit. Domethënë këto termat, jo si përmarrës, jo krijimtari, jo inovacion, ato nuk ekzistonin atëherë se ka pas një ritëm linear të qetë të zhvillimit të shoqërisë. Lindja e internetit i vuri në pozita sistemet arsimore. Riprodhimi nuk vlente më, sepse informacioni është i madh, kapaciteti kujtesës është i vogël, harrohet, del informacioni i ri duhet zëvendësohet me i vjetri me të riun, e tjerë, dhe në këtë mënyrë kemi lindjen e teorive psikologjike që u investuan tek të menduarit. Pra i dhanë përparësi të menduarit. Do me thënë, informacioni tani nuk është më rezultat për ta riprodhuar besnikrisht, po është piknisje përmes të cilit ne përpunojmë dhe ndërtojmë dijet. Pra ne mund të marrim të njëjtin informacion bashkë, po përpunimin e bëjmë kretë ndryshe. Po, patjetër. Pra riprodhimi na paraqit të njëjtën strukturë, një lloj e riprodhojmë. Kurse këtu e ndërtojmë ndryshe dhe ka një gjë. Këto dije ndërtohen, krijohen, bëhen të transferueshme dhe zbatohen në situata të jetës reale, por që ne nuk i dim, janë të panjohura dhe me këto përballen të rinjt. Profesor, unë kam një pyetje, sepse ju keni një karrierë të gjatë në mësimdhënie. Sa e keni hasur këtë tek nxënësit, tek studentët dhe pikërisht për këto që po flasim sot, a ka student që e kanë manifestuar më përpara një formë ndryshe të dashurit për të mësuar apo për të përthitur? Unë po them po, dhe e kam dhe nga përvoja ime.